Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit politike dhe nga aktualiteti me avokatin e njohur Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Së pari, çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike me listat, me emrat që janë futur, pra si risi, ata që janë rikthyer, por edhe të përjashtuarit. Ju çfarë shikoni pas 11 majit me këta emra? Mund të ketë ndonjëri që mund t'i jaj kokën Berishës apo Në rast se Berisha humbet zgjedhjet parlamentare, duke referuar statutet e tyre, normalisht Berisha do t'japi dorëheqjen. Unë besoj se në listën e Tiranës kemi një person të sigurt që është Josefina Topalli. Ajo nuk u vendos në listë të hapur për shkak të votave, po u vendos në një listë të mbyllur. Gjithashtu, në qarkun e Shkodrës kemi Luciano Boçin. Të dy këto individ kanë një personalitet, por leadershipi më i mirë dhe më i qëndrueshëm për një figurë tjetër që nuk është përfshirë drejt për së drejti në aktualitetin politik, është Josefina Topalli. Edhe në kohën kur ka qenë në politik, ajo ka qenë kryetarja parlamentit. Pra nuk ka pasur ndonjë përgjegjësi ose do thoja më mirë ndonjë përgjegjësi penale që dikush mund ta hetojë atë për një aferë korruptive. Pse e them këtë? Sepse çdo kush që merret me opozitën, normalisht krau tjetër do të bëjë një kallëzim që ta ngjyrosi sikur ose ta më mirë ta godasi duke thënë që shikoj edhe ky është i korruptuar. Zonja Topalli këtë gjë e ka larguar nga vetja e saj. Pra nuk është se ekziston ky rast. Pra edhe kush ta bëjë diçka të tillë normalisht nuk ka prova, edhe nuk ka pse të ketë prova sepse s'ka fakt penal. Ndërsa në rast se flasim për Luciano Boçin, ai mund të akuzohet për arsye se ka qenë me Lul Bashën, ka heshtur dhe tani është atashuar pranë Sali Berishës. Aty mund të kemi një, do thoja, problem. Po që të dy bashk janë në listën e mbyllur, pra nuk do të gjykojmë ne sa vota mori secili nga këta, edhe sikur të humbi. Por ajo që do gjykohet Luciano Boçi është kjo. Në rast se Shkodrën e bën blu, atëre edhe ai është potencial për kandidat për kryetar Partisë Demokratike. Pra unë shikoj në të njëjtën kohë dy figura, Josefina Topalli dhe Luciano Boçi. Por personalisht mendoj që një femër dhe në parametrat e saj si një person i cili ka një paraqitje, ka një personalitet, i cili është do të thojë personaliteti i cili krijon konflikte politike, pra krijon kauza politike, krijon debat politik, e ngren situatën në këmbë dhe nuk është person i cili mund të bësh marrëveshje të shpejta dhe të kollajta. Pse e them këtë? Rasti i Lulzim Bashës, i cili e hoqi ashtu siç e hoqi nga Partia Demokratike, ajo shkoi si burrnesh tek zyra e Berishës dhe i tha, ky do të shkatroj Partinë Demokratike. Por Berisha heshti. Këto janë veprime të pafalshme, ose më mirë, mosveprime të pafalshme të Sali Berishës që arritëm në shtatorin e 2021 që Sali Berisha të krijonte foltoren për të vendosur ose për të rivendosur të drejtat e tij, të cilët Lulzim Basha nga 2013 në vazhdim ja kishte cenuar në vazhdimsi. Prandaj, dorëheqjen që ja kërkon është një burrnesh dhe quhet Josefina Topalli. Asnjë tjetër nuk do ketë guximin aty brenda t'i thënë një fjali të tepërt Sali Berishës. Edhe di pse ta them, Sali Berisha nuk besoi asnjë për diasporën dhe ja dha Josefinës Topalli. Pse ja dha? Se pikërisht i dha edhe jashtë edhe brenda vendit. Pra, në një farë forme, po i jep partinë, po i jep një personit parti që ditë të luftoj dhe ditë të ngrej kauza edhe debatoj me Edi Ramën. Çfarë do të thotë Edi Rama? Që ishte kryetar i parlamentit, po s'kishte pushtet ekzekutiv. Ndërsa Berishës mund të thojë gjithçka, se Berishën ka ishte Janarin, ka Gërteci, ka gjitha. Po një kryetar i parlamentit s'kishte çfarë kishte bënte sepse është një institucion i cili është parlamentar dhe kupton shumë qartë shumë njerëz çfarë dua të them. Prandaj për mua Josefina Topalli e meriton
të jetë kandidate potenciale për kryetare të Partisë Demokratike. Avokat, tek lista e hapur e Partisë Demokratike, ka element që mund të bëjnë surprizën? Surprizën do të bëj Tabaku dhe Ali Mehmeti. Pse do të bëjnë këto të dy? Se këta të dy do jenë konkurrentët për të siguruar tek Berisha vendin potencial për kandidat për kryetar bashkie të Tiranës. Sepse synimi i tyre është të bëhen ata leadershipët e ardhshëm të Partisë Demokratike, duke kopjuar drejtimin e Ramës që ka pas si kryetar bashkie dhe në fund fare kryeministër. Sepse Erbasha e shkatroi këtë procedurë dhe Veliaj e shkatroi këtë procedurë ose precedent. Pra deri tani vetëm Rama ja ka dalë që unë nis nga bashkia, përfundojnë qeveri. Po. Dhe tani këta duhet patjetër të tregojnë tek Sali Berisha që votat që do të marrin do t'i bëjnë sigurisht kandidat për kryetar bashkie të Tiranës. Pse them këtë? Dikush do thotë, po derisa ish në burg akoma, normalisht prezumohet i pafajshëm. Po, nuk thot asnjëri se nuk është i pafajshëm, sepse prezumohet i pafajshëm derisa nuk ka një vendim të formës prerë. Por në një analizë politike dhe juridike përsa i përket ligjit të vetë qeverisjes vendore, është shumë e qartë kjo gjë. Çfarë? 3 mandate, jo më shumë se 3. Zoti Velia është në mandatin e 3. Nuk ka të drejtë më pas 2027-s të jetë kandidat. Prandaj, dhe te lista e hapur, shikoni disa figura, të cilët janë me peshë, pra kanë një CV, shikoni dhe disa figura të tjera të cilët nuk kanë një CV. Nuk ju duket kjo e çuditshme. Pra plani nuk ne intereson që të gjithë këta të marrin vota dhe shumë. Ne intereson 2-3 veta të marrin vota që dikush na thot që këta u zgjodhën nga qarku i Tiranës, që përfshin edhe bashkitë të tjera, po e rëndësishmja është nga qarku i Tiranës, se bashkia më e madhe është Tirana, që do të thotë individët do të konkurrojnë edhe do të shfaqin talentin e tyre se si do të jenë ata kandidatët e ardhshëm bashkisë të Tiranës. Se mos harroni se në të dyja partitë politike nuk ke një kandidat potencial që do të marri vendin e Erion Velis. As nga PS-ja, as nga PD-ja. Që do të thotë të dyja partitë politike do të kenë të njëjtën pothuajse qëllim. Kush merr më shumë vota në listën e hapur, ai mund të kandidojë për kryetar bashkie.